Lufta midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit pa një tjetër natë sulmesh dhe hakmarrjeje me një mision pesorësh amerikan kundër objektivave ushtarake përgjatë Bregdetit iranian dhe përgjigjen e Teheranit kundër instalimeve amerikane në Bahrein, si dhe një sulm ndaj 2 cisternave të naftës në ngushticën e Ormuzit. Valere shënjestroi objektiva ushtarake në Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa dhe Bandar Abbas. Edhe Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit ka deklaruar se ka goditur dhe neutralizuar 2 supertanker, të cilët i cilësoi si anije të pabindura. Njoftimi u publikua përmes një deklarate në kanalin zyrtar të IRGC-s në Telegram. Sipas deklaratës, 2 anijet kishin fikur sistemet e navigimit, kishin shpërfillur paralajmërimet e autoriteteve iraniane gjatë kalimit në ngushticën e Ormuzit dhe kishin tentuar të lundronin në një itinerar që sipas IRGC-s ishte i minuar. Deklarata u publikua pasi 2 cisterna nafte të Emirateve të Bashkuara Arabe u goditën nga raketa iraniane në pjesën jugore të ngushticës së Ormuzit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe, cisternat Al Bahia dhe Mombasa u goditën ndërsa ndodheshin në ujërat territoriale të Omanit. Sipas së sulmit, një antar indian i ekuipazhit në bordin e cisternës Mombasa humbi jetën. Në deklaratën e saj, IRGC nuk i identifikoi me emër anijet që pretendon se goditi, nuk specifikoi flamurin në të cilin lundronin, dhe as nuk dha detaje për kohën e saktë të sulmit. Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po rikthejnë një blokadë detare ndaj porteve iraniane dhe do të vendosin një tarif prej 20% për të gjithë ngarkesën që transportohet përmes ngushticës së Ormuzit, pas disa ditësh sulmesh të përshkallëzuara mes 2 vendeve. Ai tha se kjo mas do të ndalojë anijet e Iranit ose klientët e tij të hyjnë apo të dalin nga kjo rrugë kyçe e transportit të naftës, porse të gjitha vendet e tjera do të kenë përdorim të drejtë të hapur të ngushticës. Blokada do të hyjë në fuqi të martën në orën 16, sipas kohës lindore të SBA-s. Më vonë, ministri i jashtëm i Iranit deklaroi se kushdo që siguron kalim të sigurt duhet të kompensohet për këtë shërbim, por se Irani do të mbetet rujtari i ngushticës, duke përdorur të njëjtin term të përdorur nga Trump. Teherani dhe Washingtoni u përplasën për kontrollin e ngushticës pas shkëmbimit të sulmeve në rajon gjatë natës dhe të hënën. SBA tha se kreu sulme ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke goditur sisteme të mbrojtjes ajrore, radar bregdetar si dhe pozicione raketash dhe dronësh. Irani deklaroi se u përgjigj duke goditur baza ushtarake amerikane në Kuwait, Jordani dhe Bahrein, si dhe radar në Oman. Në postimin e tij në Truth Social të hënën, Trump këmbguli se ngushtica do të mbetet e hapur me ose pa Iranin. Nga ana tjetër, çmimet e naftës u rritën ndjeshëm në tregtinë aziatike. Këtë të martë, nafta e papërpunuar Brent u rrit me 0.7% në $83.87 për fuqi, ndërsa nafta e tregtuar në SBA ishte 0.9% më e lartë, duke vajtur në $79.04.